Një sherrë me sende të forta ka ndodhur mes dy personave në fshatin Serish të Vlorës, ku familjarët e të dëmtuarit akuzojnë policinë se liroi autorin pasi mori para. Gjithashtu një ngjarje e ngjashme ka ndodhur në Fier, ku një 27 vjeçar pasi ka dhënuar një person, është konfliktuar dhe me policinë. Rusia ka akuzuar Serbinë se po furnizon në mënyrë të fshehtë Ukrainën me armë, me qëllim që me to të bëhen luftime kundër tyre. Gjermania ka vendosur të ndalojë pirjen e cigares në të gjitha vendet publike. Vendimi pritet të hyjë në fuqi në datën 1 korrik. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një konflikt me sende të forta ka ndodhur 2 ditë më parë në fshatin Serish të Vlorës, ku 2 bashkëfshatarë janë dhënuar me njëri tjetrin për shkak të një sherrri për motive pronësie. Familjarët e Vangjel Sinanit, i cili ka mbetur i lënduar, pretendojnë se policia u korruptua dhe liroi pas 3 orësh autorin. Një konflikt i dhunshëm ka ndodhur një ditë më parë mes 2 banorëve në fshatin Serish të Vlorës, ku përpasoj njëri prej tyre ka përfunduar në spital me fraktura të shumta në trup, ndërsa tjetri është lënë i lirë nga policia pavarësisht dhunës që ka ushtruar. Sipas informacioneve ekskluzive për redaksin ton, Agron Gjon Dedaj ka dhënuar me mjete të forta bashkëfshatarin e tij Vangjel Sinanaj, duke i shkaktuar plagë serioze në kokë, krah dhe shpinë. Sherrri ka ndodhur për shkak të një konflikti për tokën. Familjarët e Vangjel Sinanajt thonë se pasi kanë njoftuar policinë, është bërë shoqërimi i dhunuesit, i cili është mbajtur në komisariat për rreth 3 orë, duke u marrë në pyetje për rastin. Pas kësaj, ai është lënë i lirë, pasi dhunimi nuk është konsideruar i rënd. Nga ana tjetër, i lënduari ndodhet ende në spital me plagë të shumta dhe dhimbje të mëdha. Sipas familjarëve, inspektori i krimeve Edvina Bazaj, pasi është korruptuar me para, ka lënë të lirë Agron Gjon Dedajn duke e mbajtur vetëm 3 orë në komisariat. Të shgënjur nga mënyra se si u trajtua rasti, familjarët ngrenë pikpyetje nëse duhet të veprojnë vetë kur gjenden përballë institucioneve të korruptuara. Ky konflikt kthen edhe një herë vëmendjen te mënyra se si zbatohet ligji dhe masat që merren për të parandaluar përshkallëzimin e situatës. Një hetim më i gjerë për rastin duke si diçka e domosdoshme për të shmangur pasojat e padëshiruara. Skerdian Bushi, një 27 vjeçar nga Darzeza e Fierit, është vendosur në qendër të vëmendjes pas përfshirjes në një konflikt të dhunshëm mbrëmjen e 28 majit. Në pamjen që redaksia jon ka siguruar, agresori shihet teksa konfrontohet me policët, ndaj të cilëve lëshon ofendime. Një ngjarje e rëndë dhe teje shqetësuese ka tronditur banorët e fshatit Darzez në Fier, ku një 27 vjeçar identifikuar si Skerdian Bushi dyshohet se ka plagosur bashkëshatarin e tij duke e goditur me thik, ndërkohë që sipas denoncuesit, viktima ka shpëtuar vetëm fal ndërhyrjes së tij në momentet e fundit. Sipas denoncuesit, i cili ka sjellë edhe pamjet filmike të incidentit, agresori jo vetëm që ka kryer një akt të rëndëdhune, por ka shfaqur një sjellje të paprecedente dhe të papranueshme ndaj policisë së shtetit, duke i ofenduar me fjalët më denigruese dhe të ulta. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 28 majit 2025 në fshatin Darzez të Fierit. Skerdian Bushi, i njohur si një person problematik dhe me precedente për shtëritur penal, ka sulmuar një individ me thik, duke i shkaktuar plagë dhe duke i rrezikuar jetën e tij. Viktima i shpëtoi vdekjes vetëm fal ndërhyrjes së shpejtë të denoncuesit në vendin e ngjarjes. Denoncuesi thekson se arma e përdorur nga agresori nuk ishte një biçak xhepi i zakonshëm, siç pretendohet nga policia, por një thikë e rrezikshme, e aftë për të shkaktuar dëme të rënda. Pas një debati të gjatë dhe fyerjeve të rënda të Skerdian Bushit ndaj policëve, ai u shoqërua në komisariat bashkë me viktimët dhe dëshmitarët. Megjithatë, në një zhvillim as pak të pranueshëm, agresori u la i lirë në një kohë rekord, madje më shpejt se sa personi i plagosur dhe denoncuesi. A është policia e shtetit realisht në shërbim të qytetarëve, apo e ka humbur autoritetin përballë individëve me histori të përsëritura kriminale? Çfarë lidhjesh mund të ketë Skerdian Bushi me strukturat të saktuara që i mundsojnë të shmangë drejtësinë her pas here? Pse policia nuk ka ndërmarrë masa të rrepta ndaj individëve që sipas denoncuesit kanë një historik të gjatë sjelljesh të dhunshme, duke përfshirë kanosje me thika, sopata dhe armë të tjera? A është policia e shtetit realisht në shërbim të qytetarëve, apo e ka humbur autoritetin përballë individëve me histori të përsëritura kriminale? Disa ditë më parë, u raportua se oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit kryen një kontroll në banesën e deputetit socialist Luan Duzha në Elbasan, ku pretendohet se u sekuestruan 200.000 euro kesh. Së fundmi, deputeti ka mohuar të gjitha lajmet, duke thënë se do të shkojë në burg me qef nëse vërtetohet se ai ka bler vota. Pak ditë më parë, në media u raportua për një aksion të oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit në Elbasan, zhvilluar me urdhër të SPAK në kuadër të procedimit penal për krime zgjedhore. Sipas informacioneve të publikuara, kontrollet ishin kryer në banesën e deputetit socialist Luan Duzha, ndërsa në një prej ambienteve të kontrolluara thuhet se janë gjetur edhe 200.000 euro kesh dhe lista zgjedhësish.
Megjithatë, në oborin e kuvendit, para nisjes së seancës plenare, deputeti Posos holli poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të pavërteta. Është e gjitha një gënjeshtër, as nuk më kanë kontrolluar, as nuk më kanë marrë celularin në asgjë, deklaroi Dusha para gazetarëve. Ai theksoi se nuk ka pasur asnjë përfshirje në blerje votash dhe shprehu gatishmërinë për të mbajtur përgjegjësi personale nëse provohet ndryshe. Nëse është bler një vot nga unë, shkoj me qef në burg, kaq, një vot. Unë flas për veten time, nëse është bler një vot e vetme nga njerëzit e mi, apo shokët e mi për mua, unë shkoj me qef në burg, shtoi deputeti socialist. Ndërkohë nuk ka ende një reagim zyrtar nga SPAK lidhur me pretendimet e ngritura në media apo deklaratat e deputetit. Haribo po tërheq të gjitha produktet e saj nga tregu në Holand për shkak se disa prej pakove me mërsira kanë rezultuar me përmbajtje kanabisi. Kjo gjë është konfirmuar pas raportimeve të disa qytetarëve që shtyn autoritetet e sigurisë ushqimore që të kryejnë analizat përkatëse. Haribo po tërheq nga tregu pakot me ëmbëlsira në Holand, sepse disa prej tyre kishin kanabis. Disa persona raportuan se ndiheshin keq pasi hëngrën nga një pako 1 kilogram Haribo Happy Cola Fizz. Zëdhënësi i organit të sigurisë ushqimore në Holand tha se disa kishin raportuar marrje mënsh pasi kishin ngrënë Haribot. Agjencia i tha transmetuesit holandez CBS 6 se pas raportimeve morën mostrat dhe në to u gjet kanabis. Organi i sigurisë ushqimore tha se 3 pako u gjetën të kontaminuara, por Haribo po tërheq të gjithë stokun e saj të shpërndar në treg si mas paraprake, ndonse produkti ka datë skadimi deri në janar 2026. Tërheqja e produktit po bëhet vetëm në Holand, ndërsa shtetet të tjera nuk u prekën. Edhe pse hetimet kanë nisur, ende nuk është e qartë se sa njerëz janë sëmurë. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse ka akuzuar Serbinë se po furnizon armë në mënyrë të fshehtë Ukrainën. Sipas SVR, qëllimi është për të vrarë dhe gjymtuar ushtarët dhe civilët rusë, duke i kujtuar Serbisë se vendi i tyre ka qëndruar gjithmonë në krah dhe i ka mbështetur. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse SVR ka akuzuar Serbinë se po furnizon fshehtë Ukrainën me municione, duke shkelur qëndrimin e saj zyrtar të neutralitetit në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Në një deklaratë me titullin Industria serbe e armëve, përpiqet i ngul thikën pas shpinës Rusisë, SVR thotë se Serbia ka dërguar qindra mira predha për artilleri dhe miliona plumba për armë të vogla. Sipas SVR-s, këto armë kalojnë përmes vendeve të treta si Çekia, Polonia dhe Bullgaria, me dokumenta të falsifikuara për përdoruesit përfundimtar. Qëllimi është i qartë, vrasja dhe gjymtimi i ushtarëve dhe civilëve rusë, thuhet në deklaratë. Shërbimi rus përmend disa kompani të industrisë së mbrojtjes në Serbi, të cilat i cilëson si pjesë e një linje montimi e vdekje, duke akuzuar se dëshira për fitim ka bërë që ata të harrojnë miqtë e vërtet. Rusia ka qenë gjithmonë pranë Serbisë në momentet më kritike të historisë së saj, përfundon deklarata. Ndërkohë, në qershor 2024, gazeta Financial Times raportoi se Serbia kishte eksportuar afro 800 milion euro municione që përfunduan në Ukrainë përmes palëve të treta. Presidenti serb Aleksandar Vučić nuk e mohoi këtë shifër, duke thënë se eksportet janë pjesë e rilindjes ekonomike të vendit. Po, ne eksportojmë armë, nuk mund t'i shesim as në Ukrainë as në Rusi, por kemi kontrata me amerikan, spanjoll, çek e të tjerë. Çfarë bëjnë ato me to? Nuk është puna jon, deklaroi Vučić për Financial Times. Franca ka vendosur të ndalojë pirjen e cigares në të gjitha vendet publike duke nisur nga data 1 korrik. Përjashtim do të bëjnë vetëm zonat e hapura të lokaleve. Sipas ligjit, kushdo që shkel rregullin do të gjobitet me 135 euro. Franca ka vendosur të ndalojë pirjen e duhanit në të gjitha vendet publike, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së shëndetit publik. Vendimi do të hyjë në fuqi në datën 1 korrik dhe do të përfshijë plazhet, parqet, kofshet publike, ambientet përreth shkollave, stacionet e autobusëve, si dhe hapësirat sportive. Duhani duhet ndalohet aty ku ka fëmijë, deklaroi ministri i Shëndetësisë dhe Familjes Catherine Vautrin. Liria për të pirë duhan përfundon aty ku nis e drejta e fëmijëve për të marrë frymë në ajër të pastër, shtoi ajo, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes të ambienteve nga ndotja e duhanit. Megjithatë, ndalimi nuk do të përfshijë zonat e jashtme të kafeneve dhe bareve, të njohura si terraca. Çdo shkelje e këtij rregulli do të ndëshkohet me një gjop prej 135 eurosh. Cigaret elektronike aktualisht përjashtohen nga ky ndalim, por ministria bëri të ditur se janë në shqyrtim të kufizimeve të reja për sasinë e nikotinës që do të përmbajnë. Sipas të dhënave nga Qendra Franceze për Monitorimin e Drograve dhe Varësisë, vetëm 23.1% e francezëve konsumojnë duhan çdo ditë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë, duke shënuar një rënje me mbi 5 pikë përqindje që nga viti 2014. Komiteti Kombëtar kundër duhanpirjes raporton se mbi 75.000 persona humbin jetën çdo vit në Francë nga sëmundje që lidhen me duhanin.
Ndërkohë, ndalimi i pirjes së duhanit në hapësirat e brendshme publike, si resorte dhe klubenate, është në fuqi që nga viti 2008. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.